Për sa I përket projektit të Porto Romanos, për fatkeq ka ndodhur një koincidencë e pashmangshme që në momentin e fundit kompania që që ka kaluar gjitha fazat dhe duhet bënte ofertimin e fundit është tërhequr duke ju referuar situatës krizës dhe natyrisht duke qenë se oferta financiare do t'ishte lidhur me tavanin që ka vendosur studimi I bërë nga Royal Asconic, kompania më e madhe e botës për ndërtimet e porteve, aeroporteve, infrastrukturës e tjera, dhe me tavanin e vendosur nga kërkesa në procedurën e hapur të organizuar nga qeveria shqiptare, nuk kemi arsye që të shikojmë mbrapa ndonjë gjë tjetër ne vetë personalisht. Nuk kemi të dhëna që kompania është ndodhur nën ndonjë presion. Por, I gjithë procesi është zhvilluar nën presion. Po jo nën presionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç thuhet, pa asnjë argument. Se nuk ka pasur absolutisht jo presion, po s'ka pasur asnjë shqetësim të shprehur as nga Shtetet Bashkuar të Amerikës, as nga Bashkimi Evropian, as nga askush. Por ka pasur një presion të vazhdueshëm nga faktorë të tjerë, natyrisht të pa interesuar që ai port të jetë një histori suksesi. Keni parasysh që nga aja, kur disa thonë për çfarë duhet një port I ri, se ne kemi portin ton, atë kënetën në zemër të Durrësit, dhe e lidhnin, se tani se kam dëgjuar më, idenë e portit të ri me shitjen e atë dheut në duart e arabëve, në fakt, e vërteta është që përtej ignorancës, që është gjithmonë faktor në mënyrën si trajtohen çështjet këtu, pavarësisht nga rëndësia madhore që mund të kenë, qysh në kryeterës ka pasur forcat interesuara që të mos ecte përpara projekti I portit të ri. Pse? Për një arsye që cili do që do ta kupton pa në